Selam aleikum miq të dashur dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Arlinda dhe sot do t'ju udhëheq në një meditim e krijuar për t'ju ndihmuar të largoni ankthin, të sillni paqen e brendshme shpirtërore dhe të forconi besimin tuaj tek Allahu i plotfuqishëm. Nëse je këtu duke kërkuar shërim, dije se je në vendin e duhur dhe më e rëndësishmja është se je në kujdesin e Allahut. Ti sot ke bërë hapin më të rëndësishëm, ke pranuar se dëshiron të ndihesh më mirë dhe ky është fillimi i shërimit tënd. Para se të fillojmë me meditimin, dua t'ju sqaroj disa gjëra mbi ankthin sipas Islamit dhe neuroshkencës, bazuar në atë që kam mësuar vetë dhe e kam praktikuar në jetën time për shërim dhe qetësi shpirtërore. Çfarë ndodh kur ndjen ankth? Ankthi ndodh kur mendja mendon se duhet të zgjidhë të gjithë menjëherë. Zemra dhe truri punojnë së bashku. Emocionet lindin në zemër dhe përpunohen nga truri. Kur mendja dhe zemra janë të tensionuara, truri lëshon hormone stresi që rrisin shqetësimin dhe tensionin fizik. Pra si na ndihmon besimi? Kur e dorëzojmë shqetësimin, ankthin tek Allahu, zemra fillon të qetësohet dhe truri përpunon më pak frikë dhe tension. Dhikri, përmendja e Allahut, namazi, leximi i Kuranit, meditimi i rregullt ndihmojnë të rregullojnë rrahjet e zemrës dhe të qetësojnë amigdalën, qendrën e stresit në tru. Vepra të vogla të mira si falja, lutja, apo thjesht mendimi i sinqert për Allahun krijojnë rrugë të reja në tru që forcojnë ndjenjen e paqes dhe të sigurisë. Sipas neuroshkencës moderne, zemra dhe truri janë të lidhura ngushtë. Emocionet lindin në zemër dhe më pas përpunohen nga truri. Kur zemra është e qetë, truri qetësohet automatikisht, merr sinjale paqe dhe ankthi zvoglohet. Kjo është ajo që Kurani e tregon kur thot nuk janë syt ata që verbohen, po verbohen zemrat që janë në gjoks. Kurani nuk e përmend kur fjalën tru, por thot vazhdimisht ata kanë zemra me të cilët arsyetojnë. Te suretu El Hajj 22-26. Pse e thot këtë? Sepse mendja jonë nuk ndodhet vetëm në kokë, ajo është edhe në zemër. Subhanallah, Kurani ka folur për lidhjen zemër dhe tru dhe për paqen e brendshme shumë para se të zbulohej nga shkenca, por shumica prej nesh nuk i kuptojmë mirë ajetet dhe nuk dim t'i interpretojmë si duhet për t'i kuptuar thellësisht. Edhe unë nuk e dija më parë, por me udhëzimin e Zotit, për shkak se kam mësuar vetë nga neuroshkenca shumë gjëra, po i mësoj tani nga dal edhe ajetet dhe po i kuptoj edhe më mirë se si këto mësime mund të përdoren për shërim, për qetësi shpirtërore dhe forcimin e besimit. Kujto këtë gjithçka që ndjen brenda vetes, ankthin, frikën, pasigurinë apo çdo emocion tjetër, është gjithë brenda teje. Shërimi nuk vjen nga jashtë, nuk është diçka që mund të marrësh nga dikush tjetër apo nga ndonjë vend i largët. Shërimi ndodhet brenda teje. Ashtu siç smundja që shparaqitet në trup, ajo është brenda teje, aty ndodh edhe shërimi. Kur e kupton këtë, fillon të kuptosh se fuqia për të qetësuar shpirtin, për të menaxhuar ankthin dhe për të gjetur paqen është gjithmonë brenda zemrës dhe mendjes tënde, duke u lidhur me Allahun dhe me vetveten. Subhanallah, çdo frym që merr, çdo dhikër, çdo mendim i sinqert është një hap drejt shërimit që gjithmonë ka qenë brenda teje. Praktika që unë kam provuar është kjo: kur ndjej ankth, unë marr frym thellë, bëj dhikër, fal namaz dhe pastaj thjesht përqendrohem tek Allahu në meditim dhe e lë barën tek ai. Këto veprime jo vetëm që qetësojnë mendjen, por forcojnë besimin dhe lidhjen shpirtërore. Kjo është arsyeja pse ky meditim do të jetë i veçantë, një kombinim i mendimit, frymarrjes dhe kujtimit të Allahut për të qetësuar trupin, zemrën dhe mendjen. Ankthi nuk është dobësi, por një reagim i natyrshëm i trupit dhe mendjes për të mbrojtur nga ajo që ndjen si kërcënim. Ai shfaqet për të treguar se diçka brenda teje ka nevojë për kujdes, për qetësi dhe për mirë kuptim. Në vend që ta luftosh ankthin si armik, përpiqu ta dëgjosh si një mesazh. Çfarë po përpiqet të më tregojë trupi im?
Cila ndjenjë ose kujtim po kërkon vëmendjen time? Shërimi vjen kur fillon ta pranosh veten pa gjykim, kur merr frym ngadalë, kur përqendrohesh në momentin e tanishëm dhe kujton se emocionet janë thjesht si valët, ato vijnë dhe shkojnë. Ankthi, siç thash edhe më parë, ndodh vetëm kur mendon se duhet t'i zgjedhësh të gjithë problemet me njëherë, sikur gjithçka varet nga ty. Kur ndjen se duhet të kesh kontroll mbi çdo gjë, ndalo një qas, merr frym thellë. Nuk ke pse të përballosh vetëm, nuk ke pse të kesh gjithmonë kontroll. Sot lejoje veten të lëshosh barën dhe ta dorëzosh tek Allahu, sepse vetëm ai ka të gjitha nën kontroll, jo ti, jo unë, askush tjetër përveç ti. Kur ja dorëzon shqetësimin tënd Allahut, zemra fillon të qetësohet ngadalë, si një lumë që gjen rrugën e vet pas tuhis. Pra, besoj atit sepse ai kur nuk të lej vetëm. Lejoje veten të ndjesh, por mos u identifiko me ankthin, ti nuk je ankthi yt, ti je vetia që e vëren, forca që po mëson ta kuptoj dhe njeriu që po ec drejt qetësisë. Ky moment është si një pastrim shpirtëror, një mundësi për të lëshuar gjithçka që të ka lodhur. Për të filluar, ulu ose shtriu në një vend të qetë, mbylli syt dhe fillojmë duke marrë një frym të thellë. Mbaje për disa sekonda dhe nxirre ngadalë jashtë. Kur merr frym, thuaj la ilaha. Kur e nxjerr frymën, thuaj illallah. Kështu ndiqe mua. La ilaha. Illallah. 3 herë. La ilaha. Illallah. La ilaha. Illallah. Shumë bukur. Shpresoj se me një herë ndjeva atë lehtësinë. Tani, thuaj me zemër, unë sot zgjedh të kthehem në ekuilibrin tim me ndihmën e Allahut dhe liroj ankthin dhe çdo gjë që më rëndon shpirtin. Unë sot zgjedh të kthehem në ekuilibrin tim me ndihmën e Allahut dhe liroj ankthin dhe çdo gjë që më rëndon shpirtin. Shumë bukur. Vazhdojmë me frymarrje të thella. Merr frym thellë për disa sekonda dhe lëshoje ngadalë. Merr një frym të thellë ngadalë. Mbaje për disa sekonda dhe lëshoje ngadalë. Edhe një, merr edhe një frym të thellë. Mbaje për disa sekonda dhe lëshoje ngadalë. Shumë bukur. Tani përqendrohu në frymarrjen tënde. Kupto që ky moment është i vetmi moment që ka vlerë. Çdo mendim që të është lidhur me të kaluarën apo frikë me të ardhmen mund të pritet. Asgjë tjetër nuk ka rëndësi tani për tani, përveç këtij momenti të pranishëm. Pra merr një frym të thellë dhe thuaj Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mua më mjafton Allahu dhe ai është mbrojtësi më i mirë. Dhe pastaj nxjerrë frymën ngadalë dhe ndje çlirimin.
Tani le të bëjmë një reflektim. Merr një moment dhe reflekto mbi çdo mendim që të ka shqetësuar kohën e fundit. Çdo frikë, çdo ankth. Pse ndihesh e shqetësuar? A mendon për diçka që mund të ndodhë në të ardhmen? A e kontrollon çdo aspekt të jetës tënde? Kujto se Allahu është i vetmi që ka fuqinë të drejtojë çdo gjë. Përdor këtë moment për të hedhur në dorë çdo parë që ke marrë mbi vete. Reflekto dhe në momentin që je e vetishme për këtë, është momenti që ti kur ja lëshon Allahut. Allahu thot në Kur'an, mos u shqetësoni për atë që do të vijë. Çdo gjë është në duart e Allahut. Te sura Al-Tafba. Pra merr pak kohë dhe reflekto. Tani merr një frymë të thellë dhe thuaj: Ja Latif, ja Selam, ja Allah. O ti që je i buti e që je paqe, më qetëso zemrën time, më jep paqe, më largo ankthin, më mbush me dritën dhe dashurinë tënde. Në këtë gjendje tani që je, fut në zemrën tënde këtë dhikër. Përsërit pas meje. Bismillah, tawakkaltu ala Allahu, wala hawla wala quwwata illa billah. Me emrin e Allahut. Unë vendos besimin tim në Zotin tim. Dhe nuk ka as forcë e as fuqi përveç se me Allahun. Edhe njerë, Bismillah, tawakkaltu ala Allahu, wala hawla wala quwwata illa billah. Shumë bukur. Ky dhikër të rënjos, të forcon, të kujton se çdo gjë është në dorën e Allahut. Përsërit e shpesh dhe me butësi në mendjen tënde. Dhe me çdo frymë ndje se qetësia dhe forca hyn më thellë në shpirtin tënd. Merë frymë thellë dhe imagjino se si paqja dhe drita Allahut hynë brenda teje. Dhe kur e nxjerr frymën, mendo se si ankthi, shqetësimet, mërsia dalin jashtë. Vazhdo edhe 2 herë, merë një frymë të thellë dhe imagjino se si drita, dashuria, paqja Allahut të mbushin në zemrën dhe mendjen. Dhe kur e nxjerr frymën jashtë, mendo se si ankthi, shqetësimet, mërziat, mendimet negative dalin jashtë. Rri këtu për disa minuta me mendje të qartë të pastër.
dhe përsërit dhikrin tënd të preferuar me çdo frymarrje. Shumë bukur. Le të bëjmë një tjetër reflektim. Ankthi shpesh lind kur përpiqemi të kontrollojmë gjithçka dhe harrojmë se kontrolli përfundimtar është i Zotit. Kur fokusohemi shumë në të ardhmen dhe humbasim besimin dhe dorëzimin tek Allahu, ankthi është pasojë natyrale. Shiko këtë moment si një mundësi për ta dorëzuar plotësisht në duart e Allahut dhe për të besuar se çdo gjë ka një plan të shenjtë, pavarësisht se nuk mund ta shohish tani. Allahu thot në Kur'an, në të vërtetë, me çdo vështirësi vjen lehtësimi. Ndaj po ashtu thot Allahu nuk do të përmisoj gjendjen e një populli derisa ata të përmisojnë atë që kanë në vete. Pra shërimi fillon me ty brenda teje. Dhe këto ajete na kujtojnë se pas çdo sprove lehtësimi është i sigurt, dhe ata që i përkushtohen shërimit, që duan shërimin, e gjejnë atë me ndihmën e Allahut. Kjo është siguria që Allahu na jep dhe ne duhet të besojmë dhe të dorëzohemi në vullnetin e Tij. Prandaj në këtë moment lejoje veten të relaksohesh dhe të pranosh se asgjë nuk është në kontrollin tënd, por gjithçka është në kontrollin e Tij. Ndalo për disa sekonda dhe lejo që ky moment të derdhet mbi ty. Nuk ka asgjë më të rëndësishme se sa ky moment i tanishëm dhe mundësia që ke për të pranuar paqen që Allahu ta ofron. Merr frymë thellë dhe thuaj dhikrin për dorëzim. Hasbi Allahu, la ilaha illa huwa Allahi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arshil Adhim. Mjafton për mua Allahu, s'ka zot tjetër përveç Ti. Tek Ai mbështetem dhe Ai është Zoti i Arshit të Madh. Edhe një herë, hasbi Allahu, la ilaha illa huwa Allahi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arshil Adhim. Shumë bukur. Ky dhikr të ndihmon në forcimin e besimit, në largimin e ankthit dhe në kujtimin se çdo gjë është në dorën e Allahut. Është si lutje për dorëzim. Mendo për ato gjëra për të cilat je mirënjohës tani. Cilat janë bekimet që Allahu të ka dhënë? Çfarë mund të bësh për të qëndruar e pranishme dhe të pranosh çdo moment si dhuratë nga Allahu? Përqëndrohu në mirësitë e jetës tënde dhe shih se çdo moment është mundësi për rritje dhe zhvillim.
e reflektojmë mbi praninë e Allahut dhe kërkojmë të jemi të pranishëm në momentin e tanishëm, shqetësimet dhe ankthi fillojnë të zhduken. Kur përpiqemi të kontrollojmë gjithçka dhe humbasim besimin në Allahun, ankthi shfaqet. Por vetëm kur e pranojmë caktimin e Allahut dhe kemi besim në vullnetin e Tij, në planin e Tij dhe dorëzohemi komplet te Ai, vetëm atëherë do të gjeni paqe. Pra merr një frymë thellë dhe thith besimin në planin e Tij. Thith besimin në caktimin e Tij. Dhe kur e nxjerr frymën, largo shqetësimet dhe çdo emocion të ankthit. Merr frymë thellë dhe mendo tash se si mbushesh me besim në caktimin e Allahut, në planin e Tij, dhe kur e nxjerr frymën, largon çdo emocion të ankthit. Edhe një herë, merr një frymë të thellë, mbushe zemrën dhe mendjen me besim në caktimin e Allahut, në planin e Tij, dhe nxjerr frymën duke larguar çdo emocion të ankthit. Shumë bukur. Thuaje tani këtë lutje kundër ankthit pas meje. O Zoti im, unë kërkoj mbrojtjet e Ti nga shqetësimi dhe trishtimi, nga paaftësia dhe dembelizimi, nga lakmia dhe ankthi, nga bara e borxheve dhe nga shtypja e njerëzve. Kjo është një dua që profeti alayhis salam e ka praktikuar dhe ka rekomanduar për të mbrojtur nga shqetësimet dhe ankthi. Po vazhdoj këtë dua në koment që ta thuani çdo mëngjes. Vazhdoj me dhikrin përsërit pas meje. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu është I mjaftueshëm për mua dhe është mbrojtësi dhe kujdestari I më I mirë. Rri për disa minuta dhe thuaj në vete Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kjo është një dhikër shumë I fuqishëm për shkak se na kujton që Allahu është mjaft dhe ne s'kemi nevojë të shqetësohemi për asgjë, sepse gjithçka është në dorën e Tij dhe Ai na mjafton neve. Pra përsërit në vete Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tani përjeton ndjenjën e relaksimit, ngrohtësi, paqe, qetësi, dashurinë e Allahut, një përkthelje të butë nga Ai, besimin që të mbush zemrën dhe mendjen që gjithçka është në rregull dhe ti tani je I sigurt. Ti je në duart e Zotit dhe Ai ka kontrollin mbi gjithçka. Imagjino sikur një melodi e lehtë dhe ngrohtë të mbush shpirtin tënd tani. Merr një frymë të thellë dhe nxirre ngadalë jashtë. Kur të ndihesh gati, hapi sytë me butësi. E ndërsa kthehesh në realitetin në ditën tënde, mbaje mend këtë deklaratë. Përsërit pas meje. Ndjenja ime e sigurisë nuk mund të lëkundet. Jam e toksuar, e mbrojtur dhe e sigurt.
çfarë do që të ndodhë, ku do që të jetë, dhe kur do që të jetë. E di se shpirti dhe zemra ime janë gjithmonë të mbrojtura dhe të dashura nga Allahu. Amin. Faleminderit që ishe këtu sot me mua në këtë udhëtim qetësie. Shpresoj që ky meditim të solli paqe në shpirt e të largoj ankthin e stresin. Më trego në koment se si u ndjeve dhe ndaje këtë me dikë që ka nevojë. Allahu të mbush me dritë, me paqe dhe forcë. Deri herën tjetër. Esselamu alaikum.